Të nderuar miq, një ndër rubrikat tona të emisioni ynë Misaret e Vegjël do të jetë pikërisht edhe një libër të cilin kam menduar që do të jetë shumë i rëndësishëm për fëmijët tanë. Pejgamberi ynë i dashur në 365 ditë. Në fakt është një libër i këndshëm i cili përpiqet të na tregojë ose më saktë të mësojë fëmijëve historinë e pejgamberit, duke u nisur në 365 ditë të veçanta. Nuk kishte një arsye të veçantë pse ky libër është ndarë në 365 ditë. Ndoshta mund të them arsyeja e vetme do të ishte fakti që mund të lexohet fëmijëve në 365 ditë të ndryshme dhe ata mund të marrin mesazhe të ndryshme nga këto histori. Në fakt e kam menduar këtë si një rubrikë të veçantë të këtij emisioni, sepse do të ishte pjesa më e këndshme për fëmijët tanë. Duke pasur shpresën se do të jetë interesant, do të vijoj me leximin. Dita e parë titullohet Ai do të vi. Toka ishte e zbukuruar me lule ngjyra, me insekte të vogla e të mëdha, me flutura të shumëllojshme, me fruta të ëmbla. Fëmijët vraponin, zogjt fluturonin, elementë rrihnin. Kjo botë nuk ishte e lumtur, edhe pse çdo vend i saj ishte i bukur. Mbi të ndodheshin gjëra të çuditshme. Njerëzit e kishin harruar tashmë Allahun e lartë, i cili ua kishte dhënë këto mirësi. Ata nuk e adhuronin atë, por adhuronin gjëra të tjera të ndryshme. Dikush adhuronte zjarrin, dikush tjetër diellin, dhe dikush çuditërisht lopën. Kërkonin ndihmë nga lodrat që i gdhendin me gur apo me dru, dhe nga ato i quanin idhuj, edhe pse Allahu ishte ai i cili kishte krijuar gurin, zjarrin, drurin, lopën, madje dhe diellin. Ishte ai i cili e meritonte adhurimin. I pasuri e shtypte të varfrin. Ai nuk i ndihmonte fëmijët vajza, të varfrit dhe të moshuarit nënçmoheshin. Ata nuk kujdeseshin për të sëmurët. E them shkurt, nuk ishte as pak të respekt ndaj njerëzit dhe ata nuk i zbatonin ligjet. Kjo botë e kishte vështirë t'i mbante në vend të saj gjërat e zbukuruara, xhenetin të cilin Allahu e kishte krijuar për ta. Allahu i lartë, që nga Hazreti Ademi e deri atëherë, ka dërguar shumë pejgamberë. Pejgamberët i ftonin njerëzit që ta adhuronin Allahun dhe u tërhiqin vëmendjen atyre që të mos ndaheshin nga rruga e drejtë, nga mirësia dhe nga drejtësia. Por njerëzit gjithmonë ju bindën shejtanit dhe i harruan urdhrat, ndalesat dhe të gjithë pejgamberët që i ka sjellë Allahu. Kishte kaluar një kohë më shumë se 500 vjet nga ardhja e Hazretit Isa. Tashmë, kjo botë po e priste pejgamberin që t'i thoshte ndal pa drejtësive, dhunës dhe ligjësive që ndodhin. Ai do të vinte dhe do të sillte kësaj bote drejtësi, paqe, mirësi. Por kur do të vinte ai? Në fakt, nderuar miq, historia mbetet pezull. Dhe kjo është ndër arsyet sepse mua ky libër më pëlqen. Pra, fëmijët tanë do të nxjis kurreshtjet për ta dëgjuar dhe në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, po ju lë në shoqërinë e rubrikave në vijim.